E sjellë pejgamberi alayhi salatu sallam shembullin e shokut të mirë dhe shokut të keq. Edhe shoku i mirë thash sikur ai i cili shat misk, shat parfum. Nëse stjep e blen, nëse as blen, as stjep vjen era mirë. Apo sharp i ti skije. Nuk mundet ai me të bati me misk sharp. A ka mundsi dikush me e mor miskun edhe komplet me ta zvrazën tesha? A ka mundsi me çka këtu kjo doni dam? Jo. Apo madje ka mundësi me ta zgjat erën gjatë. Ndërsa shembulli i shokut keq ta pejgamberi alayhi salatu selam është sikur shembulli i kovaçit. Ai cili punon me hekur, e punon me hekurin. Ai nëse sti djeg teshat, nëse s'kall, apo ka mundësi të vjen i gac. Nëse jo kjo, era keqe vjen. Kështu e shembulleti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe dietarët nxjerrën mësime nga ky shembull. Ne i përmendëm disa prej tyre është se e mira dhe e keqja duhet mu dallu. E tjetra, Allahu ka vendosur shenja për të mira dhe për të këqit. E tjetra thamë se shoqëria, çdo shoqëri e mira dhe e keqja ka kosto, pagun ti për ata, si të rish me një të mirë, pagun, si të rish me një keq, pagun. Një mësim shumë i madh tjetër. Me se do ta lidhim me një hadith tjetër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ka nxjerrë Imam Buhariu një hadith të gjatë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hadithi i thonë i ditës Kiametit, ahiretit, ku njerëzit do të shkojnë te pejgambert, do të ankohen, o Zot nisja llogaris e kështu me radhë. Dhe Allahu xhelal do t'ja u paraqet njerëzve të adhuruarit e vet e kështu me radhë. Ata që kanë adhuruar Uzeirin, ata që kanë adhuruar Isën, ata që kanë adhuruar Latin dhe Uzajin dhe siç që ka adhuruar. Edhe në fund çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Hadithi është i gjatë, neve na duhet vetëm një pjesë me saj. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, disa prej muslimanëve, shikoni shoku i mirë çka të bën, të nderuar xhamatli. Sa është më rëndësi mu lidh me një shok të mirë, me njëri devotshëm, i cili tutet Allahut, i cili thotë ma Allah se s'ban me shkel haramet, nuk ban me idhnu Allahu xhelel xhelalu. Shiko, thotë për mësam, ditën e Kiametit, kur ndodhe kjo, vargu i gjatë, ka do musliman, kur t'ju jepët lajmin se keni pështuë, ta jep lajmin, Allahu disa musliman thotë, ju pështut. I shojnë do vllaznit vetë, tu drejtu ka zjarme. Thotë për mësam, atë shumë kanë me lut Allahu në gjellë gjellalu mi pështua të vllaznit e vetë. E thotë për nga mësam, e lusin gjëbbarin, a i cili është krenar, i madh, i fort, Allahu në gjellë ala. Po për shkak të imanit që e kanë pas, dhe për shkak vllaznit lëku që e kanë pas këtë dunja, i thonë, o Zot, na pështum, po këshirë vllaznit e tonë, me neve janë falë, me neve kanë agjëru, me neve kanë punu veprat mira. Normal, na nuk e dima, ajo shka i ka po munis ka zjarin. Edhe thot pejgamberi nuk nalen deri sa thonë o Zot na, nuk nismin ato ndërsa ti mora këto me veti. Apo deri sa ju thot Allahu xhelel xhelalu, shkoni kapni. Nëse te to ka grind imani që duhet me pështu, hekni. Thot pejgamberi deri sa ndodh njani i kanë hi kamp në zjarr e kapin. Apo sigurisht ti e kap, një shok mos murxue. Thotë mësam, e kapin, masi u zhit në zjarë, e kapin, pra nuk shkojnë vend xhennet derisa ti morin vëllezërit e tyre. Sa është kjo hadith i madh i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Muslimani edhe në ahiret, pi imanit madh, pi dritës të madhe, për një vëlla tjetër, për një dost tjetër, për një devotshëm tjetër, çka ai e ka ditë si devotshëm. Nuk e lën, nuk niset për në xhennet derisa ta morë edhe atë. Apo kjo është shembulli i shokut të mirë. Në dunjat ka bëu hajër, edhe në ahiret bën hajër. Lidhu për njerëzit mirë, lidhu për devotshëm. Në dunjë ja sheh hajrin, edhe në ahiret ja sheh hajrin. Ndërsa shiko shoku i keq. Thot Allahu te bareke ve teala në Kur'an, kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Shikoni këto të këqit. Shikoni këto të këqit që në dunjë ndoshta janë kondoslar, kanë pi, kanë nejt, janë kënaqsh, ka thonë s'kam si ky e kështu me radhë. Thot Allahu xhelal ala, sa herë që një grup hin xhehenem e mallkon tjetrën, Zoti të mallkoft. Derisa kanë me thënë njerëzit e dopt kur të hin xhehenem, apo erin alladhini adallana, i thon Allahu xhelal ala, o Zot, hajt kallzona kush na ka prunë neve çtu, çita që do të mëllojt. Çto shkana deviju neve prej insanëve dhe prej xhineve, çita të shohim. E pse më u kallzua? Nej'alhuma, ti bajnë ato nërkam të tona. Apo, shiko, edhe në akhirat, në gjenem, malko njëri tjetërin. Apo, po shembull, a i shkon kështu, merë një shembull. Nëse njani him burg, një i keq me një tjetër, him burg,
Çka thonë? Hajde inshallah, ja bojnë çfarë, apo a jep njëri tjetrin? Jo. Nëse ka bërë krimin bashkë, prapë se japin, apo ndodh se japim, pse? Po që ta ka përcena burgin malet, ta ka përcena sikletin malet. E atje ndron muhabeti, e mallkoi njëri tjetrin. Pse s'u kallzojshë? Pse s'u thoshë më? Pse nuk thoshë shkoni te ai miri? Pse nuk thoshë banë të mirë, apo? E kështu janë shokët e mirë edhe shokët e kësi. Tha Allahu te bareke ve teala el akhilla dostat ket. Çka janë këtë dunja? A dit ket janë armiq njëri tjetrit. Përveç njerëzit e devotshëm. Ket doslar çka i ki këtë dunja. Ket dosat shok çka i ki. Muhammed s'dban asnjë hajër te Allahu posa i cili u kon me fe. Posa i cili u kon i mirë, posa i cili i kon i moralshëm, ta ka rujt fejan, ta ka rujt moralin, ta ka rujt familjen, ka nxit për të mira dhe të ndalun nga e keqja. Sa është e madhe kjo? Që ta di se shoku i mirë, muslimani i mirë, të ban hajër në këtë dunja edhe të ban në ahiret. Dhe mësimi tjetër, dhe me këta e përfundojna, erdhi njëri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe i tha ja Rasulullah, une po ju shoj ju është që shpunoni Ebu Bekri, Omeri, Othmani, të shokët e të të ngusht. Une su pipaj këto punë. Se kam fatun me nejt me juve. E pejgamberi sa me tha, e ti çka ki, me çka dallohesh ti? Tha Rasulullah, une veç një sen e ti. Une e du Allahun dhe e du pejgamberin sallallahu dhe i du që të shokë që e kiti ngatë. Çka i tha pejgamberi sa? Enes ibn Malik thot, une hadithin mas shumë di që e ruj edhe gëzona me ta, sa herë që më kujtohet është që ki hadithi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Apo deri sa ka ndodhur disa komentator, kjo Enesi vet, ky i ka thonë, Enes ibn Malik, ky i ka thonë kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çe i ka thonë mësam? Innaka ma'a man ahbabt. Ti je me çka e do. Thotë Enesi, s'di diçka më shumë më të madhe. Pse? Ka thonë se vallahi e du Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe Ebu Bekrin dhe Omerin dhe Uthmanin dhe Aliun, shpresoj më kanë me ton xhenet. Punë si kam si ta tenve. Shiko, Allahu shpërblen edhe për të mirat. Ti e shani një njeri devotshëm, e shani afës devotshëm, e shani burr devotshëm. Nëse asë në mrin veprën e atina. Mos e marrin alti. Mos e hajde be ky. Apo shiko, Allahu e privon dikam pi shpërblimit me një fjalë. Hajde be ky kam kallzu mua. A shikoj e nejse tha, unë s'jam si ata, nuk jam vallaj, unë i di punët e mia. A më tha, unë i du, pe unë sa më tha, atëre gëzoju se njerin Allahu e në gjetë në akiret ma qka e do. E na, ka ne dojna? A i dojna njërës të mirë? A na ka me lakmija të njërës të të këqit? Apo, filani, këshire shka bani filani? A rriti filani, apo? E shikojnë a di ka një ngrit tulla tërmana, neve zemra flak në del, apo? A dikush e ka ndërtu palatin gjenet? S'na le për shtypje. Dikush e ndrejsh pallatin e ti në xhennet, s'na le për shtypje. Njëri çka një dyqan e ka nxjerr, qira, filani, mashallah i kofta, apo? Po një dyqan baj ka me lan një ditë ata. Wallahi ka me lan. Raghman anhu, pa dëshirën e tira. Deshti, sa njeriu kanë këtë dunjë, ta kanë shlu rrenin tyje. Andaj shiko, pejon sa më tha, e kjo shoku i mirë. Dhe ban dobi në dunjë e në ahiret. Elusmi Allahun që Allahu na mundson mi dash njerëzit e mirë. Elusmi Allahun te bareke që Allahu na ban për njerëz të mirë.